Vai. Vai. Här, dai. Tira. Tira. Ecco, lo sapevo io, nel telefono. No. Oddio mio. Vieni. Iklar, ik ride vendiot. Dai. Sei pronto? Sì. Të vdesën të kush rrisbaf. Dai, Arli, forte! Sì. Dai. Dai, Arli! Sì. Forte, tieni, tieni! Dai. Sì, sorte. Ok. Dai. Ci sei? Dai. Sì. Bravo! Sì! Sì. Pronto? Sei pronto? Sì. Vai, tira! Vai, Spider-Man, mami, vai! Vai, vai! Tieni! Lemnuscia! Lemnuscia! Dai, Sei forte? Sì. Vai, tira! Tira! Ma cos'è? Hey guys, po fillon një mega shi dhe unë me zit përpres të vazhë sërzoshma. Me zit përpres t'ja u tregoj kur të fillojnë proprio shumë, se tani akoma s'ka filluar, sa ka filluar cerkat e para. Dhe këtu keni Arlin. Ciao Arli. Ciao. Arli ka qef shiun? Të pëlqen shiu? Sì. Qysh bje shiu? A vash të bje poshtë në shkallët, a vash. Hajde këte, dilte, dilte. Të shikoj unë, ashtë. Ja njerëz, po pres që të bjerë shi dhe që t'ju bëj një video relaksuse. Se ka filluar, shikoni? Cerka. Dhe gjëmon gjithashtu, si që në gjoni. Njerëz, e shikoni si është herësuar? Është bërë shumë gri koha. Proprio gri. Shë si është bërë? Gri. Nuk e di si duket nga telefoni, por ka fillu të ashtë të fry edhe pak herë. Edhe është ka ikur krejt dielli. Edhe është ullu një re e zezë dhe kjo zona këtu. Ose ta shumë e udhuroj këtë kohën kështu, nuk e di. Mami. Çdo kohë udhuroj unë. Shifeni? Ua, shumë. Është bërë kështu ja, si shpërshikoni ju tani. O njerëz, është bërë sigur është ora 10 e darkës, është bërë herësirë. Ka marrë hera bidonat atimatan. Amarilis! Ikë të ridatës, vinë të shikojnë qunin, vinë mamit marrë bidonat. Ajde këtu! Shë si janë rëzu bidonat, do në thyë, shife, nuk rejnë mami tendinën. Futu brenda. Që është e kjo stuhia kështu? Amarilis! Ajde ruaj qunin se të ikin mamit marrë bidonat, si ka marrë hera. Hajde këtu Arli, hajde se fërnerë, hajde këtu. Njerëz u bëra uj. Shikojni? Shkova mora bidonat. E shkova për të marrë bidon. Ore, e shikoni që ndodhë për jo. Shikojni. E shikoni që ndodhë për jo. Wow. Oh, s'pusim brenda këto. Këto s'ka gale po këto. Ore, do m'je njohë më gjitha gjëra. Shifeni. Oh my god. E shikoni që ndodhë për jo. Shikojni. E kuptoni njerëz çfarë shiu po bie? Shikojeni pak atje se sa ujë që derdhet nga çatit, domethënë nga pallati. E shikoni? Bie, mirë që bie shi, por fryn edhe herë dhe s'poston sa mbe këte, është vërtet shumë shi, shumë o zot, domethënë. Nuk e di nga erdhi gjithë ky shi, shife si përplaset shiu në hajër, bëhet se tip njergulle. Nuk e di sa e shikoni. Jam nga dhoma ime, se nga dhoma ma ta në saloni nuk e hap do derë se fry një herë të merë me vete. Hey guys!
ajo pasqyra aty më është bërë zgjyrë për të lartë se Lost Harley, por gjithsesi pas asaj tempestës që bëri këtu, që ra një mega shi me erë fortune, nuk e di, por tani bëra një dush, shndrova dhe po gatuaj diçka për fëmijët dhe jo vetëm, edhe për darkë. Do bëjmë pasta me sugo, di ragu, edhe po. Këtu kemi zënjën Amarilisi, shife që kësi është bëra pasqyra, zgjyrë. Do lartë që dhe kita fus për të vaska, ta laj me ujtë bollë shumë. Dhe outfiti është ky. E njerëz pas një mega shiu me fortun që janë mbushur rrugët me ujë, vendosem që të bëjmë një xhiro, dhe ikim nga gjysh në Kiu dhe nëna Buqa. Shikoni? Domethënë nga kratë e shkurtra jemi me gjata, se është ftohtë. Shikoni? Opa, kalem të kolopeti. Si që thash, nga të shkurtra të këtë gjata. Se e bën ftohtë njerëz, realisht, nuk është freskët, është ftohtë. Hej njerëz, përshëndetje. Arli po los me kushurirën e vet. Kloa është goca e Adriolit, Adrioli është çuni xhaxhaj tim. Edhe nuk e kisha menduar kurrë që fëmijët e Adriolit do losnin me fëmijët e mi, domethënë ose kundërta. Është shumë e çuditshme të mendosh që një ditë fëmijët tanë do loznin. Lëmin të ditëlindja e Brian, kushurirës time, tentelës, domethënë nipi i Adriolit. Rimi këtu, outfiti im është ky. Lì sono tutti parenti. Hey guys, kjo është kushurira ime, para se të tike telefonin tash të bëj një video. Biri. Ciao Biri. Ciao Biri. Shkele që kësyrin, a di kështë të o kroj kërpicës. Përshëndetje njerëz, si që shikoni, kjo është një ordinim që ma kam bërë nga Zvicera. Klientja ime ka marrë kremin për njollat e fytyrës, ka marrë kremin për është skrabi për gjitha tipët e lëkurës, sieron me 7 vitamina, me 7 vajra esencial edhe me 3 vitamina, ka marrë kremin kundra rrudhë, edhe ka marrë mbrojtësin 50 kundra diellit, edhe kremin e syve që të më falni për momentin nuk kam akoma logot, por që ja u shpjegoj në detaj të gjitha klientëve të mia. Patjetër nuk do mungojnë fleta e falënderimit për ordinimin tuaj edhe paleta që të merrni kremin. Çdo gjë e kuruar në detaj dhe me shumë dashuri për ju. Për informacione dhe ordinime tashmë e dini se ku mund të më kontaktoni në çdo rrjetin tim social me emrin Alketa Amarildo, edhe faleminderit për besimin. Hej goca, jemi zvendësuar brenda, jemi futur brenda, spostuar, sepse për jashta doli një diell, këto janë lulet që më dhuruan mua për diplomën mësueset, edhe do të them që porosia për në Zvicër është gati, e kemi mbaruar amballazhin, edhe këtu kemi atë të Gjermanisë me fondotinta, edhe këtu kemi të vajzës këtu në fshantin tim që është era 2 Çmerr, edhe gjithashtu tjetra për një vajzë adoleshente me lëkura akneike që më kontaktoi mami saj. Brava mami që kujdesesh për vajzën. Edhe faleminderit për besimin, jam këtu duke punuar, ndërkohë kemi dhe Arlusin atje që lost. Edhe okay, më në fund ja dola. Ndërkohë po flas edhe me një klientën time që e kam shumë për zemër, që do bëjmë porosin edhe të asaj që t'ja nisim këtu në Itali. Është një nga ato klientet shumë të mira, shumë të dashura, që ka marrë pothuajse nga të gjitha gjërat e produkteve të mia, të gjitha, nuk ka lënë gjë pa marrë. Andiamo guys.
Kjo është bukuroshja mamit me bukuroshin e mamit. Vëtëllose moj! Daj, vaj. Hey guys, ja edhe porosia është gati, do vinë klientja tani ta marrin dhe jemi shumë të lumtura. Okej. Hi guys, është një hente, si që keni parë, sot në mëngjes me erdhi një nga klientet mori porosinë e vetë. Është era dytë që vjen, është shumë e kënaqur, unë e pash dhe me sytë e mi. Njollat kafë që ajo kishte janë zbardhur tema se shumë dhe mendoj që me këtë setin e dytë do t'i zhduket totalisht. Edhe është e kënaqur ajo dhe unë më shumë se ajo. Tani po i ki marrlushin të Markata, Arvin e kam këtu. Se të Markata kemi dhe nëna buqen, se unë do shkoj të blej lule, kam shumë që s'blej lule. Dhe sot thash do shkoj të blej lule. Edhe pasit vina Marildo, do shkoj të posta të bëj porosit, të dërgoj porosit e tjera, se që kam thënë. Një drejt Zvicrës, njëra drejt Gjermanisë, një këtu në Itali, dhe një tjetër më ka ngel që t'ja jap klientes tjetër kur të vinë të mi marrin këtu dhe shtëpia. Shkojmë, outfitim për sot është shumë i thjeshtë. Është kjo kanatierja dhe ato tutat që bleva tek AKM. Dhe duhet të them njerëz që kam kaluar një natë jo të lehtë. Arlin e kam pa qef. Mbrëm ka filluar një koll, ka nxjerr pak sekrecione me t'vjella, edhe aspetta. Do t'ik ndrë. Na. Edhe ka qarë, nuk flente gjumë, kam kaluar një natë shumë të rëndë, shumë të vështirë pa gjumë. Diku nga ora 5:30 ka zënë i mëngjesit, ku pastaj nga ora 7:30 ka ardhur Marilda më ka pyetur si shkoj nata shkovi shumë keq, kam det pothuajse o në këmbë o ulur dhe me Arlin krah. Dhe kam thënë ta kiberim diku nga mezinatës dhe tani në mëngjes në orën 9:30. Edhe dita është me lehtë sepse lo se kalon, kurse nata ka një koll, jo nuk më pëlqen fare ajo kolla shpap, por që do kaloj. E goca, jemi që jemi, thash të tregoj se çfarë mora sot në Markat. Mora këtë shalopet, të tutën e ngjitër, është shumë bukur, ngjyra e njëra është fantastike, është lino dhe është e gjatë me xhepa dhe ka këto detajet këtu si në frutlla. Tani desha ta provoj dhe t'ja u tregoj. Se më pëlqen të për shumë, është një nga stilet e mia, që ndje bukur, por edhe rehat. Se kur jem me fëmijë, përveç se duhet jesh e bukur, duhet jesh dhe rehat. Ta provoj dhe t'ja u tregoj. Ngjyra është shumë e bukur, më pëlqen tema se shumë. Më pëlqen gjithashtu edhe copa. Copa është kështu. Shikoni? Shumë bukur. Këtu ka Marlin, që po los, po bën çaka. Ta provoj dhe t'ja u tregoj. Okej, tuta duket kështu. Arriva. Tuta duket kështu, këtu do bëjmë një lidhje të lezetshme. Kështu. Edhe duket kështu, më pëlqen shumë sepse edhe këtu nuk është shumë i hapur, është gjusto. Si të shikoni. Më pëlqen shumë kjo detaja këtu, sepse unë preferoj shumë që në behar flokët i mbaj lidhur dhe kjo forma këtu më pëlqen tema se shumë. Edhe mënyra se si bie poshtë. Nuk e di nëse jam kundra drite, por që kështu duket. Është e gjatë sa duhet, nuk marrin shumë e gjatë, është dhe tek sa mbulon kyçet e këmbës. Edhe më pëlqen tema se shumë. Tani do të ndryshoj një vend tjetër që më shikoni më mirë, një sekondë. Oli. Okej, unë mendoj që këtu duket më mirë, edhe nga gjatësia. Duket më kështu. Më pëlqen vetë shumë. Kjo lidhura mbase do ishte më bukur, më lehtë, diçka të tillë, më cozy. Më pëlqen dhe më shumë. Ishte e fundit. Po më priste mua. Shumë bukur është. Vërtet, jam të thonë shumë njerëz, s'ka më bark fare. Gjithsesi, kjo është veshje.
Sa i përket luleve nuk mora sepse nuk ishte. Karrela luleve nuk ishte sot. Sa bukur që duket, më pëlqen shumë. Ja ku kemi të baba Maritën që na bën përgatitjet e fundit. Ndërkohë kemi shtruar tavolinën për të ngrënë. Porosit janë këtu. Po shkruajmë adresat e fundit dhe kartoni gjithashtu. Edhe të shkojmë te posta. Ja ku jemi drejt postës. Erdhi edhe klientja tjetër për të marrë produktet që kështu le t'ja nxjerrim jashtë edhe t'ja japim. Ndërkohë mos shikoni këtë se një lëmsh kemi për të bërë shumë punë akoma, por që ndërkohë të shijojmë çik fëmijët jetën burrin nëse punët aty janë. T'ja japim klientes. Me lëvon të pak paqe edhe për mua. Inshallah po flen një orë të paktën, edhe ndo qetësojmë që edhe shifemi në vazhdim. Hey guys, gjendja është kështu që ka kaluar një orë e gjys, edhe unë nuk fjeta dot, sepse Arlin e ka ngarkolla, e ka rrotulluar kokën gjithandej deri tani, që të gjen rehat, edhe po pres që të zgjohet. Që të jam diçka. Hey guys, ne u zgjuam. Ço bëni? Ço? Okej, ne u zgjuam. Edhe jemi këtu. Sa po I kam dhënë Arlit shirupin e kollës. Ço bën ore? Amarili si është akoma në samore. Ere basta. Ara Amaril të del duke ardhur. Okej, përshëndet që ka I gaj. Ciao. Ciao. Ciao guys. Ciao. Përshëndetje që ka I guys. Adeus. Come state? Come state? Si jeni? Siani. A jeni mirë? Lenni. A je smul? No. No, u shurove? Si. Të nget me kolla? No. Kolitu qik? No. U shurua qoni. Qoni është I bukur apo është ble? Butë. No, ble. është I butur qoni apo është ble? Ble, no, është I butur. Si. Ciao guys, si do shikojnë Arli kukla dhe mami do t'i bëjmë pape. Ciao! Ciao. Ciao! Ta më di që për këtë fëmijun. Allora si metto qui. Se tu dici. C'è puoi finire con quella? No. Ma perché due? Due, perché non puoi finire con quella. Basta. No, tocca a te. Ma basta ho detto. Devi pescare. Uno. Hey guys, mos më thoni ku humba sepse kam palosur rrobat. No, siamo kit. Kam palosur rrobat tërë masdita dhe këtë një është ky pinxhu këtu që më merr parfumin dhe ma shpërdoron. Ha? Tire. Edhe këtu kemi baba Maritën që ka bërë dush. Edhe do t'ju tregoj pak dollapin si e kam rregulluar. Edhe unë bëra dush edhe unë, siç e shikoni, kam vënë kremrat e mi, kam Arli. Dhe jam shumë e kënaqur, siç e shikoni. Se jam edhe kundra drite. Si ti do dalë shumë kështu. Ndërkohë kam burrin që më fikson.
Ja, edhe dollapim që është i sistemuar. Shka? Kozi. Edhe të është i sistemuar. Si që po ju thosha, këto janë kështu, në këtë mënyrë atje kemi rroba shenjë që s'ja kam treguar akoma. Këtu kemi këto. Këtu kemi këto. Më lumshin duart. Nesër kemi dollapin e burrit. Hi guys! Që një dollapin një lurdhat që i kam bërë mësuesit mamit kur mori diplomen. Dhe hapësh ti. Così, guarda, fai così. Tuk. Ok. Këtu kemi fletën ku e kanë bërë. Ok, ta vazhdojmë kështu video se pingjin e zuri e qara, kolla, nervat se i hoqa parfumin, se për ndryshe e bën shpinë tër parfum dhe pastaj vjen për të vjell. Kollitët derisa vjen për të vjell. Në vriku mamit. Gjithsesi po thosha që dhurata është kjo. Kjo është një guack e timbruar me emrin tim. Edhe është e personalizuar për mua që tani do mundohem ta ndaloj. E kemi dhurat nga mësueset. Është shumë e bukur, në konkilja. Edhe e kam bërë siç ju thash te kjo logo këtu, il senso dei cristalli. Bellissimo. Bellissimo. Un bellissimo pensiero që do ta mbaj shumë gjatë, më pëlqen shumë. Është vërtet shumë e bukur. Shumë. Më pëlqen. Mua më pëlqen shumë. Vërtet. Shumë e bukur. Tani do t'i fus prapë aty që t'i ruajmë. Edhe tu ju themi natën e mirë. Hey guys, jam mëngjes. Niset një ditë e re.
Marlit, që po bëhet nami. Gjitha goca që kanë marrë një herë, kanë bërë porosime nga 2-3 reserva. Vazhdojmë. Hey guys, unë sistemova, u vesha, u ndrova, edhe tani ka vajtura tek 11:30, ndërkohë isha në telefonat me një nga familjarët e mi, edhe thash, okay, do dalin gjithmonë dikush që të më prishin video, por okay, janë më të rëndësishëm njerëzit e familjes. Edhe po thosha që tani do gatoj diçka për burrin, se është duke ardhur, edhe Amarilisën e kam tek halla, që dhe me atë sa po fola në telefon, është atje, te halla Ledina, edhe tani do bëj çik burrit për të ngrënë, ndërkohë jemi bërë dhe çik shumë kjeci, bukra, të lezetshme, që tregova, kemi bërë çik make-up me fondotintën e Amarli, sa i bukur që duket, edhe u dhe te plera dritë. Dhe çik, hi guys, edhe po. Nuk e di që më ka gjetër sot që u kujdesa që për veten, por që gjë e mirë. Edhe po, të gatuajmë dhe që marr pak me vete pastaj kur të shkoj në punë. Mas dite se kemi porositë të bërë. Outfit of the check. Kam shkuar Anxhelës sot se dua të rifilloj sërish palestrën, jo për humbje peshe, por për tonifikim, se nga pesha jam okay. Fillojmë të gatuajmë o Alketa, se ngele duke u parë sa në pasqyrë sa në telefon. E more vesh. Gatuaj. Vojsava Lihaj. Por si se te va y toca me maqué.